Në një ceremoni solemne të mbajtur në rastin e përvjetorit të çlirimit të Gjakovës, komuna e Gjakovës ka nderuar Abdulrahman Bejtullahun, koordinatorin e bereqetit në këtë qytet, me titullin Nderi i qytetit. Ky vlerësim i është dhënë për kontributin e jashtëzakonshëm që Abdulrahman Bejtullahu ka dhënë ndër vite, duke qenë pranë atyre që kanë më së shumti nevojë përmes angazhimit të tij në ndihma të vazhdueshme ndaj këtyre familjeve. Faleminderit kryetarit, faleminderit Gjakovës. Në esencë, kjo mirënjohje dedikohet në bamirësave që unë i kom pas tash sa vite kradjeth për t'i ndalë ndihmë banorëve të komunës sonë. Janë shumë falendërues dhe mirënjohës ndar Zotit dhe kjo është gjatë, mos të ekzistojë fare që kushtet tona të vazhdojnë për të mirën e vendit tonë. Faleminderit të gjithëve. Kryetari i komunës së Gjakovës, Ardian Gjini, gjatë ceremonisë vlerësoi lart punën dhe përkushtimin e Bejtullahut, duke theksuar se njerëzit si Abdulrahmani janë shembull i përullësisë, humanizmit dhe shërbimit ndaj qytetarëve dhe për këtë Gjakova ndihet krenare. Na dim se sa shumë probleme të qytetarëve, por edhe të komunës i ka zgjidh shoqata Bereqeti edhe Hoxha Abdulrahmani që e udhëheq këtë shoqatë. Me të vërtetë është një punë kolosale që është bërë dhe është prapë e zërshme. Janë disa njerëz që i kryjnë të punë zërshme për ne edhe jemi tepër mirënjohës. Janë mirënjohës shumë, mos e meritume, shumë faleminderit, veç vazhdoni punën. Koordinatori i bereqetit ishte vetëm njëri prej 3 qytetarëve që për këtë vit u vlerësuan me mirënjohje Nderi i qytetit. Kjo ceremoni zyrtare mbahet në ditën e dytë të çlirimit të qytetit të Gjakovës, për të shenjuar këtë ditë si dhe për të dalluar qytetarët aktiv me të cilët qyteti i Gjakovës ndihet krenare.